Në seancën e fundit të Këshillit të Komunës Tetovës është vendosur që transporti për shumë kategori të jetë falas. Transporti publik në Tetov bëhet falas për të gjithë ata që kanë shlyer detyrimet e tyre ndaj komunës. Ky vendim do të jetë në dobi si të nxënësve të shkollave fillore, ashtu edhe të mesme, si dhe të gjitha shoqatave dhe institucioneve që do të nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi me komunën e Tetovës. Qytetarët e komunës së Tetovës nga sot, realisht nëse e votojmë këtë vendim, do të kenë transport publik falas. Të gjithë qytetarët që kanë të shlyer obligimet ndaj komunës, institucioneve të komunës dhe ndërmarrjeve që kryen shërbime komunale, do të kenë transportin publik falas. Bëhet fjalë për qytetarët që gravitojnë në teritorin e komunës së Tetovës, jo komunat përreth. Të gjithë nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore, këtu përfshihen edhe nxënësit e komunave përreth, do të kenë transport publik falas, si dhe shoqata e pensionerëve dhe shoqata tjera që kanë memorandum të nënshkruar me komunën. Gjithsesi këtu pensionerët edhe që janë jashtë komunës Tetovës, për që bëjmë pjesë tek shoqata e pensionistëve, këtu e dim se shoqata e pensionistëve është rajonale, do të kenë transport publik falas. Përgëzoj ndërmarrjen e transportit për këtë çmimore. Unë vetëm dua t'i uroj gjithë qytetarët për këtë vepër kaq të madhe të kryetarit komunës, të ekipit të kryetarit komunës. Nga sot qytetarët e Tetovës do të kenë transport publik falas, dhe kjo është edhe një herë edhe një dëshmi se premtimet që i dham në fushat nuk i dham vetëm për të fituar pojena politike, për të fituar vota. Sot brenda kësaj seance ne kemi realizuar 2-3 premtime që i kemi premtuar në fushat, siç është qendra rinore, çmimorja, transporti publik falas, investimet kapitalit që ishin përfshime në buxhete shumë gjëra tjera. Ndryshe, gjatë fushatës parazgjedhore, kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, premtoi transport publik falas për të gjithë qytetarët, pa specifikuar kategoritë e borxhlimve se nuk do të përfshihen në këtë mas. Të njëjtin premtim ai e përsëriti edhe në daljen e tij të parë pas marrjes së mandatit.